Jemi rikthyer, është koha për të sjellë recetën e dytë. E tham dhe pak më herët, do të përgatisim kalcone të mbushura, do të përgatiten në tigan. Dhe ajo çfarë është e rëndësishme të mësojmë është një, së pari brumin e bëjmë vetë, dhe si do të bëhet na e tregon Gjeni, dhe pastaj mbushja, sigurisht. Brumi është shumë i thjeshtë. Ja, do ta tregojmë tani. Do të na duhet një robot kuzhine, një ose me dorë. Pastaj, kush nuk e ka robotin, mund ta përgatisni edhe me dorë, por normalisht do t'ju haj pak më shumë kohë. Do të fillojmë me një herë nga puna. Fillimisht, duke qenë se brumi i kalconeve të sotme është me maja, do të aktivizojmë majan, që do të thotë me ujë të ngrohtë, pak sheqer dhe maja, fillimisht në tasin e robotit ose në tasin që ju do të bëni përgatitjet. Do të hedhim ujin e vakët. Duhet i vakët që veprimi i majas të ndodhi më shpejt. Do të hedhim një lugë çaj sheqer dhe po në të njëjtën sasi edhe maja. Maja të thatë, 5 gram, një lugë çaj. Është e njëjta masë sheqeri me majan. Që majaja është aktive, ne do ta shohim sepse do të fillojë dhe do të nxjerrë fluska menjëherë pasi ta trazojmë tek uji i ngrohtë. Dhe në rast të kundërt, majaja nuk do të jetë aktive, por ne kemi bërë një brum para, është më së miri ashtu siç duhet, e ka bërë pushimin, po edhe është fiks. Tani kemi ujë, sheqer dhe maja. Do t'i përziejmë pak. Dhe menjëherë këtu tani do të shtoj, unë nuk do të pres, sepse ujin e kam të ngrohtë, e kam bërë provën e majas, është shumë në rregull, e kemi hapur pakon dhe ka dhe pak sekrete kjo mbajtja e majas në kuzhinë. Nuk duhet mbajtur në vende me lagështi, me dritë, duhet të rrinë në errësirë që të vazhdojë atë efektin e pakos të hapur për një kohë të gjatë, të mos çaktivizohet. Tani, këtu do ta vëm kazanin tek mikseri, tek pjesa që mbahet dhe do të fillojmë menjëherë nga puna duke hedhur miellin. Dhe mbi miell do të hedhim kripën. Kemi 400 gram miell të peshuar, ose të matur me pjesën e shkallëzimit të letrës vetë që ka paketimi. Do ta mbyllim mikserin dhe në shpejtësi të ulët do të fillojmë përzierjen. Do t'i hedhim vaj ulliri, 3 lugë gjelle vaj ulliri. Do ta bëj brumin më të butë edhe më të shkrifët dhe do t'i shtojmë edhe kripën. Është një brum shumë i thjeshtë, bëhet shumë shpejt. Mielli nuk ja kam hedhë akoma të gjithë sasin, do t'ja hedhë tani. Ta hap pak, apo mirë është kështu. E lash të mblidhe pjesa më e madhe e miellit fillimisht dhe tani e gjitha. Hasmaja është majaja që po përdor Gjeni për përgatitjen e këtij brumi. Hasmaja është një produkt, siç e kemi thënë dhe herë tjetër, i sjell nga Teuta Company në Shqipëri, është një bashkim i dy më të mirëve, i Francës dhe i Turqisë, si recetë pra, si produkt në tërësi, dhe kjo faktikisht garanton cilësinë maksimale dhe realisht është e pakrahasueshme. Është majaja më e mirë që mund të merrni, sepse e kryen funksionin si duhet. Janë 2 lloj paketimesh, 450 dhe 125 gram, pra një e madhe një e vogël, në varësi të përdorimit, të sasisë sa shpesh e përdorni, mund ta përdorin edhe bizneset ndoshta, të cilat pra janë për te i shërbimit përgatitjes shtëpiake të recetave. Kështu që merreni, provojeni nëse nuk e keni bërë akoma, se do t'ju pëlqejë shumë. Është përgatitur brumi, Katerina, do ta hedh po gati më pak se 2 minuta. Ja, gjithë sasia këtu. Ja, që të bën roboti i kuzhinës. Duart i kam lyer me vaj ulliri. Dhe do të hedh pak fare miell mbi banak, ja, kaq. Ti bëjmë mbledhjen përfundimtare. Ja, kështu. E kemi gati. Dhe në fund të tasit, që do ta lëmë që të vi, do të hedhim pak vaj ulliri, që të mos ngjisë. E lyem nga të gjitha anët edhe brumin, që sa do t'i preki paretet e enës, ose letrën e telefonit që do t'i vendosim, të mos na ngjisim. Ja, ku është, që ta tregojmë si duhet, dhe ndërkohë po marr tjetrën. Fino është produkti që na duhet domosdoshmërisht, arsye për të buzëqeshur, ku të shkosh realisht në përgatitjen e brumit,
Po ta mendoni, izolimi në këtë rast që duhet jetë shumë i mirë dhe produkti që të përdorni për izolim të jetë cilësor, Fino e garanton 100% këtë. Dhe ne këtë ilustrojmë gjithmonë drejt për drejt në ekran. Ja, gjeni e parë përgatiti brumin për kalconet dhe siç mund ta vëreni, është izoluar shkëlqyeshëm, brumi ka bërë atë pushimin e nevojshëm dhe ja ku jemi me këtë fluskën gjigande që sigurisht tani ka ardhur koha të përpunojmë edhe të përgatisim kalconet. Është gati për të plasur. Këtë që bëm tani e vum pjesën e telefonit në sipërfaqe të tasit dhe do ta lëm në një ambient të ngrohtë dhe edhe në furrën e shtëpisë suaj me atë dritën e furrës vjen për bukuri për pak minuta, 20 deri në 30 minuta e keni gati. Dhe do të hapim qesen e tasit që kemi këtu për të filluar nga puna me kalconet. Ja, kështu. Sa mirë ka ardhur edhe këto grobzat. Ka qenë aq pak ka qenë dhe është trefishuar gati. Tani do t'i lyejmë pak duart prapë me vaj për të mos ta ngjisë nëpër duar, është një brum i butë. Një pikë vaj dhe fillojmë nga puna. Ja, kështu. Do t'i ndajmë në copa të vogla dhe do t'i bëjmë rrethor. Më pas do të përgatisim edhe mbushjen me pak salcë domate, me pak djath kaçkavall dhe kërpudha. Dhe ato tani do t'i sjell unë. Po, Katerina, do më ndihmosh. Sepse janë produkte që do na duhen. Dhe kemi super produkte këtu. Kemi pemën, kemi star, kemi dhe djathin kaçkavall që do t'i jap shije shumë të mirë nga lufra. Cilën po e vë këtu. Kemi dhe produktet pema që unë dua t'i sjell pak në fokus në këtë moment. Madje po marr këtë. Ne kemi edhe më shumë se kaq, po ndalem te këto. Ky është ajvar, ajvar speci, siç e dini, e keni gati nga pema që të mos mundoheni fare në përgatitje dhe ta shijoni pafundësisht shumë këtë recetë të mrekullueshme. Me specë të kuq të pjekur, me patlıcan të pjekur, natyrisht kripa vaj që e shoqëron një recetë si kjo, dhe keni gati për të shoqëruar ndoshta bukën e ngrohtë, brusketa, për ta vendosur në këto mezet mesoret në tryez. Është një shije mrekullueshme nga pema si për herë. Dhe kastraveca turshi, tranguj të vegjël me mjalt, është ky varianti që kemi këtu. Ne kemi patur dhe më herët tranguj nga pema, po ky është ndryshe. Kjo është një recetë ndryshe, versioni me mjalt. Dhe ashtu si ju edhe unë nuk e kam provuar. Okej, juve dhe mund të keni provuar, po unë domethënë jo. Po për shija çunat, e keni provuar ju këto? As unë me mjalt. Kam nevojë ta hap se është aq mirë e mbyllur normalisht. Ja ta hap me një këtu me një thik. Kam fuqi e bëj. Ndërkohë Katerina thjesht po e ndaj në matësinë që dua brumrat e vegjël për t'i bërë kalcone dhe do t'i mbush me përbërësit e preferuar, secili mund t'i mbushi sipas dëshirës. Mund të vazhdoni me kalcone. Po shijoje shumë aromën. Ja të marrë një pirun. Kush do, se po shoh që çunat po qëndrojnë me derën hapur. Marrë dhe një piron për ty. Okej, e kuptova. Të gjithë duan nga pema. Jo, 7 nuk të jap dot, po një mund të vish ta marrësh. Marrim një më të vogël se e morëm. Ku është me ua se kapa? Se po. Nuk jo tregoj dot kështu. Ja, ky është kavanozi që ta keni. Hajde. S'ka problem, mos dilni në ekran, nuk ka problem. Nuk duan të dalin në ekran çunat. Ju bëf të mirë. Do të gjeni? Jo, Katerina. Ka shirë shumë mirë, ti e në krye detyre, se kuptova. Unë e kam provuar shumë e mirë. Do të bëjmë receta shumë me kastravecë turshi. Me mjallë e kështë provuar, ua, po unë pas kam qenë brava bote.
Jo, nuk e kam provuar atë në fakt. E pra? Do të bëjmë sallatën ruse me ato tradicionalet, jo me këtë shihen. Do t'i bëjmë gjatë gjithë dhjetorit, do të kemi shumë receta, sallata të ndryshme edhe thjesht duhet të na ndiqni kaq të bënim. Po, të mendosh në tryezën e dhjetorit fund vitit, pra? Këto produktet me kavanoz, ajvarin, këto janë kryesore. Katërvecë turshi, kemi gjithmonë. Po, bën ato brusketat, e ke të thjesht, e ke gati. Po. Të thjeshta dhe shumë të shishme mbi të gjitha. Dhe unë kam zgjedhur sot kërpudhat, Katerina. Janë shumë cilësore. Edhe një herë tjetër kemi përgatitur pica të mbushura, kalcone prap me receta të ndryshme. Janë fantastike. Tani, unë do të mbush njërën prej tyre për ta ilustruar, secili patjetër mund ta bëjmë mbushjen me prosciutto, me djatrat e preferuar, apo me gjizë, me çfarë të keni në frigoriferin tuaj ose çfarë t'ju pëlqej. Unë kam zgjedhur sot ta bëj thjesht, me pak salcë domate. Salcën e kemi shumë të mirë edhe salcën. Do ta mbyllim kapakun. Do të hedhim pak djath. Do t'i hedhim prap pak mbi kërpudha. Dhe kërpudhat do t'i kullojmë pak nga uji që kanë. Pra është si shija e kalcone me kërpudh. Po, kur i porosisin. Po, kur i këto janë të porosisin. bëra në shtëpi. Kanë edhe më të mira. Absolutisht. Çdo gjë që bën vetë është shumë herë më e mirë. I zgjedh dhe produktet, siç ti do zemra, merr salcën Star, që është produkt italian, merr kërpudhat Pema që janë fantastike, merr djathin kaçkavall Lufra dhe në fund brumin e ke bërë vet. Ja kështu bëhen kalconet shumë të shijshme. Unë po rregulloj pak dhe temperaturën e tiganit, kam vendosur vajin sepse brumi që kemi bërë sot nuk thith as pak vaj. Hidhini tiganit sa të doni ju, nuk thith fare në brëndësi. Majaja nuk e lejon këtë gjë. Tani do të presim të nxehet dhe unë do të vazhdoj me mbushjen e një E të tjetre. tjerave, në rregull. Bashkëshojmë recetën kalcone tigani me mbushje. Kemi brumin me 400 gram miell për çdo përdorim, mielin Ola, 1 lugë çaj sheqer, më pas kemi 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë çaj maja, 240 ml ujë të vakët, si dhe krip. Mbushja me salcë domatesh, me djath, mozzarella apo kaçkavall, çfarë të preferoni, mund të shtoni rigon, mund të shtoni kërpudhat, pak vaj ulliri, ekstrat virgjër, krip dhe për skuqjen do na duhet gjithashtu vaj. Kaq për kalconet e tiganit të mbushura me shijen e kërpudhave në këtë rast, me kërpudhat e Pema që kemi vajin e ullirit, kërpudhat, strangujt, këto që kanë fantastike me mjalt, provojnë se do t'ju pëlqejnë shumë. Ajvar, ka mix turshish, ka panxhar, çfarë nuk ka në logon e Pema. Pafundësisht gjëra të mira ka nga Pema. Dhe teksa Gjeni do të skuq kalconen, unë po mendoj të shkojmë te Kuici, si më. Shkojmë te Kuici, Ashtu e bëjmë. ose u mbasim kohë. Atëherë, si thoni regjia të shpallim Kuicin? Shpallim Kuicin. Të krijoj pak hapësirë këtu, edhe këte. Dhe është ky ngrohës uji që do të fitoni. Dhurata që Gjeni jep sot nga Interesante Albania është një ngrohës uji, ka disa varianta atje. Nuk është vetëm brown që ju prezantua më herët, është ky që është qel, që është fantastik. Kryen atë funksion, pra të ngrohin ujë, që të keni përgatim shumë shpejt ujë të ngrohtë për çdo nevojë që ju mund të keni, pra dhe e keni të nevojshme që uji ngrohtë përgatitet sa më shpejt. Për të përgatitur çaj të mirë, janë me kapak, me butonin e ndezjes dhe më pas vetë fikjen. Mënyra si funksionojnë, mjafton pra t'i vendosni në punë, energji elektrike të keni dhe kaq, asgjë më shumë. Po ju jap numër telefoni nëse doni ta porosisni një ngrohës uji. 069 944 24 25. Mos harroni që keni oferta tani dhe keni opsione të ndryshme. Nëse u shkruani madje edhe mesazh në Instagram, mund të pyesni për modele të tjera, ju ndihmojnë me fotografi, me video përshkruese, në përgjithësi gjeni të postuara të gjitha, por nëse keni nevojë për informacion, stafi ju vjen në ndihmë. A e kam telefonatën gati? Të parën gati. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje Katerina. Mirë se erdhët, me kë flas? Mirë se qeta, me Aiden nga Tirana. Aida nga Tirana, mirë se erdhët. Ju ndjek shumë shpesh të dy javë. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mira. Faleminderit nga zemra që na ndiqni.
Atëherë, receta me të cilën ne do të luajmë sot është një recetë e përgatitur nga Gjeni. Dhe duke qenë kështu, nuk është se janë receta në numër të madh, recetat ndër të fundit, është një recetë me pulë. Kjo pula o vendos në tavë qeqi. Qeqi me kapak, po është tava 2-në-1. Dhe ka qenë ajo pra që janë 2 tava bashk dhe ka qenë në super ofertë. Me rusht të thatë dhe gështinja? Nuk flet zgjate më shumë Edhe se vetë gjithë mendoj me sa mos e njëherë. kisha harruar në fakt, po zonja e gjithë me një herë. Përgjigja është e saktë. Rusht të thatë gështenja, pikërisht këta 2 përbërës doja nga ju, dhurata është e juaja, e jani në studion ton ta merrni. Faleminderit shumë Ju dhe përshëndes. ju uroj gjithë mirat. Edhe ne juve, faleminderit që na ndiqni. Mirupafshim. Mirupafshim. Ja dhe një dhuratë tjetër sot. Sa shumë dhurata jepen në këtë program. E dua shumë këtë gjë në programin ton. Vaji është nxehur. Vaji është nxehur, do dhe pak fare, do t'i hedhim një sy recetës së parë Katerina, Po. shiko se sa mirë është bërë. Ja. Perfekte. E ka këtë kremozitetin e duhur që ja ka dhënë edhe fasulet, Sa aromës edhe mirë nga borziloku. borziloku, oregoni, hudra që u aromatizua gjithë vajullirës shumë e Të mirë. lumshëm Unë e prisha duar. gjithë atë, po doja ta Dhe tregoja. servirim. Doja ta tregoja dhe bukur. do ta servirim, vërtet. Për fotot në rrjetet tona sociale, sigurisht do keni Ja. gjithçka të servirur bukur. Tani kalconet mund t'i bëni dhe më të vogla, mund të keni ato format prerse një rreth edhe i mbyllni, i bëni akoma dhe më të vogla, por shikojni vetë, edhe mbushja është sipas preferencës, gjithçka është në dorën tuaj. Thjesht brumi është i rëndësishëm që ta bëni thjesht, pa u lodhur dhe me përbërësit e duhur. Ne pas pak do të vazhdojmë orën e dytë të programit ku do të flasim për apandesit, hernie, gurë në tëmca, blokim të zorve, do të jenë mjeku i cili do na bashkohet, kirurg dhe nutricionistja, të cilët të dy së bashku do të na japin informacion në lidhje me këto shqetësime, me këto problematika shëndetësore dhe çfarë roli luan ushqimi në shëndetin ton. Kështu që qëndroni me ne, mendojmë se do të jetë një bisedë informuese në lidhje me shëndetin. Jemi duke mpritur në fund në fakt të orës parë, ne thjesht donim t'ju tregonim në këtë moment edhe kalconet sa bukur marrin volumin e tyre. Po. Brum fantastik është përgatitur me majan has maja. Ja, e tregon puna vetë, ç'të them, unë është e kotë. Të nderon. Ja, Dhe kështu. aroma shumë e mirë e brumit. Mund të kishim skuqur edhe tek tava, kalconet, sepse e bën këtë punë edhe tava, por duke qenë se unë kam recetën e Recetën e parë parë, aty, po. zgjodha një tigan çfarëdo që kam këtu. Kështu që thjesht recetat Po, të e mira shfrytëzon tavën për çdo gjë sepse Po, edhe si është tigan, edhe si tavë për gatim me gjelle që themi. gjella. Edhe për variantin e tavat e furrës që bëhen për shembull peshku me qep domatet, mund bëhet Jo, ka dhe shkëlqyer. topat e pulës gjithashtu me salca të ndryshme, mishrat. Do i shërbejmë kalconet dhe do të Ja, Katerina shikoj dhe ngjyra që paka. kanë marrë këtej. Të lumshëm Duan duar. 1 minutë nga secila anë që t'jeni në rregull me orarin, domethënë. Faleminderit. Recetat ishin këto, ndiqini në Instagram, në Facebook, në YouTube, përgatitini, provojeni, na shkruani dhe kaq është e gjitha ajo çfarë do të transmetonim sot sa i përket recetave të ditës me produkte të shkëlqyera që unë ndalem edhe ju a tregoj dhe gjithçka ilustrohet drejt për drejt. Gjeni, faleminderit shumë për recetat. Faleminderit Edhe për ju. ofertat dhe për dhuratat. Faleminderit ju, jeni shumë të mirë, një program që jep vetëm mirësi edhe transmeton vetëm mirësi gjatë ata që e ndjekin, kur e ndjek. Faleminderit shumë. Të martën do të kemi këtu, ë? Po, të martën jam këtu me ofertat të tjera. Të martën është përsëri Gjeni me ne, kështu që e dini tani më, nga e hëna në të premte bashk, Gjenin e keni 2 herë në javë të kohë dhe do të shfrytëzojmë maksimalisht Gjenin për t'i marrë produktet në çmim ofertë.